Letrat shqipe kurorzuan fituesit e çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2024. Në një ceremoni të organizuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, juria ndau vlerësimet për më të mirët për çdo kategori letrare. Çmimi i madh i letërsisë ju akordua shkrimtares Enit Karafili për romanin Epope Intime, një vepër që u vlerësua për thellësinë narrative, ndërtimin artistik dhe mënyrën se si i trajton përjetimet personale. Në këtë fjalë shkurtër s'mund të arrit të shpreh peshën që ka ky çmim për mua, për një person që ka kaluar 18 vjetët e para të jetës e rrethuar nga tingujt e Shqipes për ditë, por ama gati 2 fishin e kohës larg Shqipes. Në kategorinë përkthim, çmimin e madh e fitoi Romeo Çollaku për përkthimin e veprës retorika të Aristotelit, duke sjellë në shqip një nga tekstet themelore të mendimit filozofik dhe estetik perëndimor. Një vepër të tillë e kishin krijuar në shembullin e filozofëve grek, filozofët e Lasis. Një vepër të tillë e kishin krijuar vetëm filozofët e Lasis. Një nga këto vepra besoj duhet të ishte retorika. Ndërsa çmimi i madh i studimeve ju dha Anila Mullahit për librin Krijimi letrar në proces, një studim që analizon mekanizmat e brendshëm të krijimtarisë dhe procesin e ndërtimit të veprës letrare. Është një studim i ri, një lloj të ri, kjo monografi është një studim gjenetik që tenton të bëjë një analizë të procesit krijues. Çmimet kombëtare të letërsisë sjellin çdo vit një panoramë të zhvillimeve, prirjeve dhe emrave që kanë shënuar skenën letrare, teksa Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit thekson se këto çmime synojnë jo vetëm vlerësimin e autorëve, por edhe nxitjen e leximit dhe forcimin e rolit të letërsisë në jetën kulturore të vendit.